E të dashur miq, pa humbur shumë kohë, me njerë me kënaqësinë më të madhe dua të ftoj mysafirin për ditën e sotshme, është Adis Ismaili, vjen nga Gostivari, është kompozitor, e ne do flasim pak më tepër rreth karrierës së tij muzikore, si ka filluar dhe si po zhvillohet deri më tani. E ftoj me kënaqësi në studion e emisionit tonë Weekend. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë. Si Adis? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Mirë, faleminderit. Si kaluat rrugës, edhe pse Gostivari afër, po duhet të themi si kaluat rrugës. Ishte pak ftohtë, po mirë, domethënë. Është problem me këto temperatura, e keni edhe ju hallin në Gostivar? Jo, unë si tip jam, kështu që mbërdhifi pak si më tepër, edhe pandej kam mërzit dal jashtë andaj edhe më shqetëson. Mendoj që të gjitha kanë bezdi dimrin, veç nga se është ftohtë dhe preferojnë që shqëndrojnë në shtëpi, duke pa ndonjë film, pak ngrohtë, ashtu. Prandaj edhe gjatë sezonit dimror trashemi, sepse na kap ajo. Po ndoshta edhe ajo. Ai dembelizmi për mos dal jashtë. Drego, si kalon një vikend për ty? Realisht vikendin shpeshherë, më thënë, rrallë dal, nuk dal shumë si dilsha një ka për shembull, se tash jam me vajzën time më tepër e kaloj kohën, e cila është 4 muajsh. Me jetë të gjatë dhe të shëndetshme. Po, faleminderit. Edhe me shoqen time, më thonë, dalim në për natyrë më tepër, preferoj dal në për natyrë, thonë të shojmë atë pjesën e natyrës. Ta kapim diellin kur ka diell, kur s'ka, ta improvizojmë. E po tani. Po vikendeve, domethënë, preferoj që dal në për natyra, në për male, në për më shpesh zakonisht në për Mavrov. Edhe kështu, domethënë preferoj qetësinë, nuk preferoj edhe me familjen ta kalosh vikendin. Ta kushtoj kohën familjes për shkak se gjatë vikendit jam tepër, gjatë javës jam tepër i zënë me punë, me angazhime. Dhe normal mungon ajo pjesa e familjes e cila ka rëndësinë më të madhe për mua. Adis, unë do të kisha pasur të shirë që të filloj me ty të flasim nga filloj pasioni yt për kompozimin, muzikën, si lindi, si erdhi ideja që tashme 12 ose 13 vite vetë se më je me studion tënde, apo jo? Po. Më trego si ishin ato hera e parë kur ti kuptove që ti e ke pasion këtë gjë? Në fakt unë qysh herë, dhe më thënë, si fëmijë kam pasur si pasion muzikën, edhe pse baba im dhe nëna ime ose familja im nuk ka lidhje me muzikën. Baba im për shembull është psikiatër, është mjek, vllau im është dentist, dhe më thënë ato janë krejt me mantilat bardh, kurse une qysh herët, dhe më thënë, kam shfaqat talentin tim, atë pasionin tim, në non-stop me zhurma, me të kënduara, me thonë qef instrumentet, si kurse i shikoja dhe blokohesha kur shef diçka si fëmijë që e don. Dhe ishte instrumenti i parë që ma bleu babi, ishte një lodër, ishte si një farë synthesizer, e cila më motivoj që, më thonë, të hullumtoj rreth vetvetes, më hyrin qef, pastaj si fëmijë. Edhe dal nga dal, erdhi koha që të daj në shkollën e mesme, ta ndaj me nëse ku do të vazhdoj dhe çfarë tash, jo ta daj, po të marrë një kahje deri diku, se me çfarë do merrem ose ku do kanalizohem. Edhe ishe i vendosur për shkollën e mesme të muzikës, ku edhe e pata edhe suportin e familjes, do me thonë, të cilët më suportuan rreth kësaj çështje. Nuk ishin ashtu si zakonisht kur ka mjek në familje ashtu si Jo, baba im ka qenë për herë konstruktiv edhe e mrekullueshme kjo gjë. Po, edhe thonte ato që don ato vazhdoj, edhe pse unë shumë herët ishte për të vendosur se nuk e disha se do me thonë viti i parë shkollës mesme ndoshta je shumë i ri për ta nda mende me çfarë do vazhdosh. Por unë isha i vendosur e dija se do ta vazhdoj muzikën, ashtu edhe veprova, vazhdova në shkollë të mesme të muzikës në Tetov, në Todor Skallovski, Tetovec, 4 vite, aty si kam qenë si, më thonë, muzicien teoreticien kam mbaruar, ku përfshihen edhe pianoja, edhe
lënda të tjera të muzikës. Pastaj vazhdova mu shfaq gjatë të kësaj periudhe, dhe me thonë gjatë shkollës mesme, normal mëson për kompozitor, për teknikat të kompozimeve, rreth teorive të muzikës, ose si ka ecë, si është zhvilluar historia e muzikës. Edhe e pash më të arsyeshme se vetë jam si tip që kam dëshirë të kryej, kam dëshirë e kam atë imagjinatën e zhvilluar për të kryu diçka që nuk ekziston, po interesant, diçka të tipi jam i tillë, po që kam dëshirë të hulumtoj edhe u lidh puna edhe e muzikës, edhe mendoj se ajo ishte një prej shkaqeve kryesore që pse të mos bëj një melodi, po pastaj që ta zhvilloj, edhe e pas se më heci, e pas se më hyrin qef, si me thonë ajo zanat, edhe ndava mendin që të jem një kompozitor i ardhshëm. Pastaj vazhdova kompozicionin në Fakultetin e Arteve në Shkup, në Krili dhe Metodi, ku vazhdova 2 vite këtu, pastaj u hap edhe dega e kompozicionit në Universitetin e Tetovës, ku unë edhe Vigani im ishim shok gjenerate, edhe shok klasë në shkollë të mesme, të dy vendosëm ai erdhi nga Tirana, kurse unë nga Shkupi shkova në Tetovë, ku u hap edhe paralele e parë e kompozicionit. Dhe me thënë, tek universiteti jonë, unë edhe Vigani ishim të parët që dhe me thënë, hynëm këtë deg dhe u hap kjo deg. Dhe si me thënë, ishim një ndër iniciatorët në krye me Fatos Lumani, profesorin tonë të nderuar, të cilin do doja shumë ta përshëndes, i cili se normal, sektori, në fakt degere hapej edhe kishte vështirësi edhe universiteti derisa të pastroshin ato mjegullat se çfarë do shte akreditime sende. Po ne, sidoqoftë, hynëm në, si me thonë, histori edhe e sfiduam vetveten me transferuam në Fakultetin e Tetovës. Vazhduam pastaj me profesor Fatosin, të cilën e kishim edhe mentor, kompozitor, doktor profesor, i cili në mësoj rreth kompozicionit, në dha ato bazat e para të teknikave të komponimit, ose si duhet filluar, ose më thonë, çfarë është bazike për të qenë një kompozitor, që ta kryosh stilin tënd, të vendosish se çfarë do të shkruash, ta vendosish se si do të ecë karriera jote artistike, ku mësuam rreth gjithçka, rreth këtyre sendeve. Pastaj, pas fakultetit, në fakt, duke qenë në fakultet, paralelisht hapa edhe studion time, ku pastaj vazhdova edhe këtë pjesën komerciale të muzikës, të cilën e kisha qef, se normal i ri, do të provosh, do të eksperimentosh, edhe problemi sa të hysh në valle, edhe pastaj normal ka kolegë që do bashkëpunosh, do të nëzisim për ndonjë projekt, ndonjë incizim ose çfarë do të qoftë, ku edhe ato do doja t'i falenderoj, se për mua, për shembull, si i rinj këtë deg në familjen time, është problem dhe është kjo diçka që nuk thuhet, po ekziston, se ti i hap disa derë të reja të një profesioni që në familje nuk e ke pas, për shembull, nuk kam pas asnjë familjar që është marrë me muzikë. Edhe familjarin e parë kom pas profesorin tim, i cili më ka udhëzuar edhe më thonë për ta thia të tabun, se te shtëpia jonë për shembull ka pas për herë mjek, shokët e babit ose shokët e mamit, shokët e vllaut, me mantila të bardhë. Edhe
me ndihmën e kolegëve, domethënë, këngëtar, muzicien, instrumentalist, veç më fillova që të hyj në atë tregun e muzikës, në atë rrugën e muzikës, ku pastaj ajo normal punën e hapën. Patjetër. Edhe domethënë kam punuar edhe sa i përket edhe muzikës serioze, por edhe këtë komercialen për një qeft shpirtit tim kështu, e kom pas si pasion, që nuk e kam lanë pas dore edhe ka qenë një eksperiencë shumë, jo dhe e lehtë, po ka qenë edhe shumë sfiduse për mu që si një kompozitor që nuk vjen prej një familje muzikantësh, të vazhdoj një dek të re, ku tashmë e kam kriju atë rrethin tim. E tashmë është gjithë shka shumë e lehtë për ty, mbas sa vite. Po, ti pas disa kohësh, domethënë gjatë fillimit kishit edhe një grup? Po, kishim një grup të cilin e filluam si në formë shakaje. Ajo ishte grupi Quçkat, ishte Gostivarit. Ta përkthejmë. Nejse, po, ajo Quçkat do më thote thashe thëmet, pa atë nisëm si shaka, nejse, ajo bënte pjesë të kjo muzika komercialiste, ku ne filluam, kur e hapa studia, ne filluam, më thonë si në formë shakaje, erdi shoku im studio, a ta provoj pak vetën, a mundet ta bëj një pjesë rap, pas ta ju në zefe dhe tjetri, ajde edhe unë ta provoj edhe u bëm grup. Edhe rasisht unë thash, ta provoj, thash, ta shojmë se qa do thonë njerëzit për shembull, nëse nxjerrim këtë material, kur zgjojmë unë sabah, në mesrit, kur e shofe, qëfar kishit bë, dhe me thonë, kishte mri nuk e di sa shikueshmëria. Kemi qenë të pëlqyer nga publiku. Po, ishte e kapshme për shkak se ne përdornim tema aktuale që thonë i ka populli, edhe i ngacmonim me tekstet, me dialektin e Gostivarit, që e bënte edhe më të kapshme për masën tonë. Ku, dhe me thënë, arritëm që me të vërtet filluam që edhe bëjmë edhe mbrëmje edhe kështu sende, pastaj ndoshta pse ishim tri ose nuk e di çfarë ndodhi edhe sikur se e lam pak mbasdore atë punë. Po ashtu do ta përmendi se kam qenë pjesëtar i grupit Dali afër 7-8 vite, ku bashk kemi kriju, dhe me thonë, për grupin ton, kemi kriju këngë, kemi bë koncerte me Ajdarin, edhe ka qenë një periudhë jashtëzakonisht bukur ku performonim në shumë vende, bile në për Maqedoni, në për Kosovë, edhe Shqipëri, ku normal qendra ishte ajo studioja e cile e krijova, dhe me thëmë prej një podrumit lënët masdore, filloj gjithë shka të ndryshoje e të bëhet diçka e re. E këto duhet të ndërlidh pak se njeri kur donë, edhe kur është këmbgulës, mund të arrin gjithë shka dhe gjithë shka mbrijet. Jo, dhe me thonë, se normal, ka vështirësi, nuk shkon ajo si thonë të në Gostivar si në të linë. Por ama pa qërë dështë me qeni përkushtum në çdo moment. Edhe kur unë për shembull flas për vete, edhe para se bia të fleje mendoja se si ta mri këtë, si ta mësoj, se normal ke vështirësi, për shembull si kur nuk ke informat, do të mrish deri te informata. Kishte momente ku diçka dikush të ma shpjegoj, pastaj është një profesion që rrallë kush nuk është shumë i zhvilluar, për shembull puna e producentit. Te ne, si punësh si producent, nuk është se kemi në universitetet tona, do të thënë dek të posaçme si producent, ose edhe është pak më vështirë derisa të mrish tek kvaliteti. Për shembull në për vendet e jashtme janë të kanalizuara, do të jesh producent, do të jesh vetëm kompozitor, do të jesh vetëm interpretues. Për studio, kurse këtu vështirësia ishte se duhet vetë të nxjerrësh, të jesh edhe kompozitor, duhet të jesh
Edhe interpretues dhe të jesh edhe sound inxhinier, që ta adaptojsh atë, thonë, të tingëlloj bukur në fund. Kurse ajo është, faktikisht, ajo është sound inxhinieri, është krejtësisht një drejtim tjetër nga puna e kompozitorit, se kompozitori ka punë me muzikën, edhe me orkestrimin e instrumenteve, kurse sound inxhinieri bën tjetër punë. Unë i bëja të gjitha, all in. Po, edhe mundohesha që gjitha dalin... Multitalenta, e ke besuar do një? Jo, nuk besoj se multitalent, se ato janë... I gjithanshëm. Po, kur s'ke çfarë bën, e ke pa tjetër. Që është sa ka qenë e pëlqyeshme puna, ajo vetë ka fol. Okej, me qenë se sa ka qenë e pëlqyeshme, më tregoti cili ka qenë kompozimi yt më i preferuar deri më tani dhe pse? Do ta kisha veçu këtë, kemi një këngë me Dalin Nesër quhet. Okej. Ku ishte këngë e parë e jona, ku nuk kishim ide se dëshim bëjmë një këngë dhe nuk dishim se si t'ja fillojmë, ku t'ja fillojmë. Nuk kishim fakt, nuk kishim ide se për çfarë këngë do bëhet fjalë. Edhe të dy fol për këngën edhe hajta lejmë për nesër. Edhe ditën tjetër, e di çfarë, hajde lejmë për nesër, ndoshta do kemi edhe. Prandaj edhe kënga u titullua edhe Nesër. Pastaj e lidhëm me kryej tekstin, Hajdari me dashuri, ku e di çfarë. Po atë do ta kisha dashur ta veçoj si këngë e parë e cila ne kemi dalë në skenë, bëm me spot edhe wow, na duke ishte veçja se normal kur je i ri, ajo duket se kush e di çfarë je duke bë. Në fakt ishte që ne prej as kërkund bëm diçka, bëm spote, bëm këngë, edhe filluam atë një rrugtim të ri. Si më thonë, njihemi si një grup ku performonim pastaj live, po kënga Nesër do ta kisha veçuar e cila ishte pak më interesante edhe se për të bërë këngë do të jesh normal i motivuar, do të jesh në disponim të mirë, do të jesh ta kesh momentin, se nuk është një punë që bëhet me zor, nuk është sikurse me baj me... Cili është motivi juaj për të bërë një kompozim? Thash, natyra. Natyra është, do të kisha daj, unë për vete më tepër e dua natyrën, se sa çfarë do gjë tjetër, për shembull dikush i do lojat, ose unë kam dëshirë vetëm dalë në natyrë dhe... Se përket zhanreve? Zhanreve. Jam pak shumë më i gjerë. Nëse më pyet për mua se çfarë dëgjoj, unë dëgjoj krejt varet prej disponimit. Okej. Nëse sa i përket... Do të thonë dhe punoni zhanre të ndryshme? Po, punoj zhanre të ndryshme, varësisht prej asaj që kërkohet. Asaj nëse kërkohet për shembull zbavice e kyçën atë trurin zbavitës, edhe ke parasysh atë pasqyrën e muzikës zbavice. Nëse kërkohet diçka serioze, duhet të mendosh edhe seriozisht që të hysh në botën serioze, po. Se varet çfarë mesazhi do të përcjellësh. Edhe do thoja se më tepër jam i gjithanshëm se sa më i fortë tek një stil. Okej, do me thënë, nuk e ndonjë ashtu që... Po, çfarë dëgjoj unë, ajo është krejtësisht tjetër, ajo si zgjohem mëngjes. Okej, nga disponimi. Po, varet nga disponimi, po. Me cilat problematika haseni më shumë ju kompozitorët, ose flas për ty veçanërisht? Nëse flasim për studio, atëherë do ta kisha veçu për shembull pjesën e interpretimit. Na duhen për shembull interpretues që do ta kishe mendu një motiv që të interpretoj dikush, po ta interpretoj ose do të mungoj një violinë ose t'jap atë shpirtin që ti e do. Edhe unë do ta kisha veçu këtë mungesën e interpretuesve. Për shembull, në qytetin tonë me të vërtetë kemi mungesë të interpretuesve që, më thëmë, për
nëse nuk flasim për muzikë klasike, po flasim për interpretues komercializëm, ose diçka tjetër, diçka më interesante nëse duam që të bëjmë. E ke idenë, për shembull, me ndonjë instrument, nuk ke se si ta shfaqësh. Nuk ke si ta interpretojsh, se normal, kompjuteri është kompjuter, mund deri diku është e zaventson instrumentin, po prapë se prapë është artificiale, dhe ajo nuk ka shpirt. Ajo instrumenti i jep tjetër shpirt, jep tjetër vrull këngës. Jep sikur një puls tjetër. Edhe do i kisha veçu këtë punën e interpretuesve, që shumica e kompozitorëve do ishin pajtu me këtë problematik. Edhe një puna tjetër që unë e shoh tash, kjo është mendimi jem, mendoj se punët duhet të kanalizohen, për shembull si e përmenda pak më parë. Problemi kyç te ne është se një kompozitor bën shumë punë në studio nëse flasim. E bën edhe orkestrimin, e bën edhe incizimin, e bën edhe mix masteringun. Puna e sound inxhinierit që e përmenda pak më herët. Nuk mundet, ajo është, si me thënë, një doktor të bëjë edhe punën e internistit, edhe punën e neurologut, edhe punën e chirurgut, të cilat janë të degëzuara, për shembull. Çfarë ndodh, nëse një kompozitor i bën 3 punët me një herë, normal se konsumohet tepër energji, edhe nuk do të arrish, ndoshta e arrin, po sa do të jetë kualitet, pikpyetje. Unë mendimi jem është se duhet një herë për gjithmonë, edhe këtë kom dasht biletash erdh momenti, faleminderit që më pyete, kom dasht edhe si problematik, si opinion ta shpërndaj me kolegët, që dikush duhet ta bëj muzikën, dikush duhet ta orkestroj, dhe tjetër kush ta incizoj ose të bëj mix mastering, për shkak se janë 3 degë të ndryshme. Normal që sa më tepër njerëz do marrin pjesë, edhe më shtrenjtë do del ndoshta kënga, por ama do të jetë edhe më kualitet. Për ato garantoj personalisht unë se ndryshe punojnë 2-3 koka, ndryshe punon 1 kokë. Se do të thonë krejt produksionet punojnë në atë mënyrë. Kurse te ne zakonisht është fiksu kjo tek kompozitorët, producentët, do kisha dasht. Jo se prej qefis, edhe ato e kanë prej zordi, si thonë, a kupton. Po sa më tepër që e shpërndahet puna, ndoshta nuk do fitojsh më tepër, por me suksesshme dhe me mirë do të dalë rezultati në përfundim. Patjetër, ajo bindsh, mendimi jem, do të thonë 100% jam i bindet se do më kualitet do të del puna, edhe do jetë edhe më profitabile në të ardhmen. Patjetër. Po më tregoni se nuk do të ishte muzika. E ke mentuar ndonjëherë veten diku tjetër? Po. Okej. Nëse nuk do ishte muzika, do miresha me ndërtim. Okej. Për shkak se sërish, do të thonë me mjekësinë nuk lidh fare. Jo, nuk e du mjekësinë as pak, për shkak se deri këtu jam me mantilat e bardh. Si fëmijë jam, do të thonë, i traumatizuar, se për herë kur vi puna zakonisht, kur mblidhemi pas pune, vin babi, vin mami, edhe puna e parë, kishim këtë smun, këtë kishim larg qof diçki, kështu, ajo, kjo, edhe për këtë arsye, qish, era do me thonë e kom damen se nuk do kem punë me smundje, me terapia, me sende. Prandaj edhe nuk jam natyre, nuk jam ai tip që, do me thonë, jo se nuk mund ndihmoj, po nuk është pjesë që ju nuk ka pjesë që më knaq, po. Se edhe ajo don pasionin e vet, se nuk është puna të bëhet vetëm shkaku i imponimit të rrethit, është punë që e ndjen dhe e bën. Ashtu si se pak më herët ke filluar nga një studio poshtë, diçka që ka qenë një vend i pashfrytzuar, tani ke një studio të
Të mrekullueshme, sepse e ke dasht dhe ke arrit atë të cilin e ke dasht. Po, ajo lidhet me atë se jam si tip jam kreativ, do me thonë, prandaj edhe thash nëse s'do isha me muzikë do krijoja diçka tjetër. Diçka tjetër. Për herë kam dëshirë që të kryoj diçka, të bëj diçka. Ndoshta prej karakterit, ndoshta. Po dhe, ju jeni pjesë edhe Pallatit të Kulturës? Po. Okej. Jam udhëheqës në sektorin e muzikës në Qendrën e Kulturës në Gostivar, ku po ashtu kemi edhe aktivitete, ku më thonë kemi edhe tash kemi orkestrën e Trive, edhe kemi edhe pjesën e orkestrit, dhe më thënë më të moshuar që janë artistë të qytetit tonë, ku të dy orkestrat janë aktive, të dy orkestrat i kemi në dispozicion për programin e vjetar të Qendrës për Kulturë, ku vazhdimisht mbajmë koncerte, vazhdimisht performojnë artistë të qytetit, me raste edhe nga qytetet tjera, kur kemi misafir, për shembull. Edhe do kisha dashur ta theksoj se sektori i muzikës në Gostivar më të vërtet ka filluar disa vite të lulëzoj në këtë aspekt, jo shkaku jem, shkaku i kolektivit që kemi qenë aty pjesë dhe të cilët të gjithë e kam bë me përkushtim, edhe kam bë me vullnet të lirë, dhe me thonë me dëshirë të madhe, të cilët po ashtu të doja ti falenderoj se vetë nuk bëhet asnjë punë, por dhe thonë gjithësën e ditës e kaloj në punë, ku miremi me prova, miremi me planet vjetare, miremi me aktivitetet, ajë që tash do jetë ki koncerti, para pregaditje për natët finale, për koncertet e radhës. Edhe do kisha dash të them se është një punë interesante. Po ashtu është një punë që krijon diçka, si do ta mendosh edhe skenarin, do ta mendosh edhe kush do interpretoj, do ta mendojmë se çfarë do bëjmë, diçka të re. Të mos jetë ajo demodeja e vitit kaluar, po bëjmë diçka të re. Qëllimi është që ta surprizosh publikun, se fundit ajo është puna jonë që duhet ne të rezultojmë në atë. Patjetër. Po më tregoni se cila do të ishte këshilla për ata cilët dëshirojnë të bëhen kompozitor? Të mendojnë mirë edhe. Jo, është një punë shumë e mirë, është një punë shumë që don përkushtim, është një punë që don ta duash me shpirt, për shkak se ka të bëjë me intuitën, për veten time. Do kisha thënë që një kompozitor është i suksesshëm nëse din ta shpreh atë në letër, normal në orkestër. Dhe do kisha dashur të them me plot dëshirë, më thonë që të vazhdojnë kompozicioni, se është një deg e cila të ne, zakonisht të ne pjesa shqiptare, ka munguar këtu në Maqedoni, dhe do kisha dashur t'i stimuloj dhe t'i motivoj studentët e ri për ta vazhdu këtë deg, për shkak se e shohin si kurse tremen kur e shën nga larg, po ajo është derisa të hysh në atë filmin. Në shtosë. Po, në shtosë. Pastaj ajo nuk lën vetë dalë. Dhe është tepër goxha interesante. Është me të vërtet një botë veç prej botës që e kemi, edhe zakonisht kur krijoj ose kur punoj, jam vetë në dhomë, edhe të pengon edhe një mizë me hy në dhomë, ose derën kur të hap dikush, mendon se ka hyrë dikush të vrasë. Për shkak se ti je i koncentruar, maksimalisht je i zhitur në botën tënde. Për atë desha të them që duhet ta dash mendën mirë, të mendosh mirë, për shkak se i ka edhe këto do t'i kesh edhe kushtet jo kushtet kush e di çfarë kushte, po kushtet për të qenë vetë. Për të qenë vetë.
edhe të mendojsh vetë edhe që është kom gullës, se fundit ti shkruan diçka, ti do vendosish a do jetë ajo, a nuk do jetë ajo. Patjetër. Ti e vendos limitin, ti përcaktohesh për atë fundin që do del. Patjetër. Adis, ishte kënaqësi e veçantë që të kisha të ftuar në studio, e shijova tepër bisedën, besoj që edhe shikues dhe gjithë ata cilët të dhe duan që në të ardhmen të jenë kompozitorë ose deri më tani kanë qenë me dyshë dhe tani kanë vendosur se duan të bëhen. Shpresoj të kem qenë një prej motiveve. Po shpresoj edhe unë. Unë të uroj suksese dhe shpresoj të takohemi me ndonjë projekti të radhës, diçka interesante që të na sjellësh, sepse nga kreativiteti jot nuk është që nuk mund të presim diçka interesante në të ardhmen. Faleminderit shumë për thirrjen gjithashtu. Do që u pres në gostivar. Patjetër me kënaqësi, pse jo ndonjëherë edhe në studio të vim dhe të shohim se si realisht bëhet një kompozim. Me dëshirën më të madhe. Për t'ju treguar ndoshta edhe publikut për më nga afër. Patjetër me kënaqësi. Dashur miq, neve tani do të shkëputemi për disa minuta, të rikthehemi sërish në studio.